mrama. Mi mrama, kush parashitet? Sa me abo hoqës një pyetje, urri për shumë më detë për shpijet, nuk vjen shumë shpi, nuk rrën. Shka mu i mi o lutë zotit se mi o këthy menja më marë shpi më mnejtë. Po. Faleminderit shumë për pyetjen tuaj. Këtë pyetje më drejtoa aty në ateistave që po kanë kundërshtojnë fenë, thonë, jepja përgjigjen. Haj ti me ateizmin tënë drejto këto. A unë me fenë ta me drejtoj ato. Sepse ai burr dhe me qindra të tjerë, po të shkojnë parimeve të mia, pasha zotin e me akshom, apo me jacin me mbramë shkojnë të shpi. Edhe me vanua kap telefonin, të vanona nuk vetja 10-11 natës. Po dhe kër shkan ide hon. Po shkan i këthjelt. A për shef e këti fes? Për atë arsyes. Ta shmodra që kam i bokja, shef. Kë djallë në ka dalë, i dore. është rritë dhe duku. Ndoshta familja nuk ja ka dhonë hakin e dukim sa duhet, por ndoshta edhe vetë se ka lanë. Si të që tjetë, është përpëzom që nuk ka pas një familje të edukuar. Shoqëria se ka qëllu gjithashtu. Psimet në përshkollë nuk i ka marrë fetare. Dhe kë është zatet, është takuar me shoqërit këqi. Qysh me shpëtu këtë njëri. Këna ka dalë pidore. Imagjina me qenë edhe 100.000 të tjerë të ngjajshëm me te. Qysh kanë të rëbën kë? Edhe me pënu nesër në punë, qysh kanë në punë të regom të mu? Qka përfiton shteti për ti, qoftë në arsim, qoftë mjekësi, qoftë çfarë të punë, qoftë në administratë, qka përfiton shteti, firma për ti, kur tanë natën shkon bredhë rrugëve e tjere tjere. A shef ndikimin e fesë? Apo të ishte ky fetar, tjetër njeri bëhat. Elhamdulillah që jeti muslimani i motër, Allahu ta drejtoft atë burr. E fardoje me bo, doa me lutë Allahu, në veçan ti pjesën e 3 të natës, ku të sëfyrit më qu, e me lutë Zotin o Zot, drejtona burën, o zëma burë, largëma për aty në shëshni, për asa shëshni të keqe, për aty në rrugëve të këqia. Lutë Allah nëse doja i motër është sen që doja shkaktën që dirat me dha. Allah drejtoft ja Rab.